Pretendimet për shnjohje dhe rinjohje të shtetit të Kosovës po rikthehen sërish në qendër të debatit publik. Serbia vazhdon të propagandojë se ka arritur t'ia heqë Kosovës deri në 28 njohje ndërkombëtare, ndërkohë ish-ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka deklaruar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se këto shnjohje janë të qarta dhe të dokumentuara. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić ka përmendur emra konkret shtetësh, por pa asnjë konfirmim zyrtar. Ministria e Jashtme e Kosovës i ka mohuar në tërësi këto pretendime, duke theksuar se vetëm një notë verbale për shnjohje ka ardhur ndonjëherë, ajo e Surinamit. Por tash në fokus është një tjetër deklarat. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se gjatë mandatit të saj ka arritur të rikthejë njohjen Kosovës nga 20 shtete që kishin shnjohur ose ishin në proces të shnjohjes. Emra, data apo dokumente nuk u bën publike. Analistët janë skeptik. Filozofi Afrim Kasolli e quan deklaratën marketing politik elektoral, duke thënë se pa dëshmi konkrete këto pretendime shërbejnë vetëm për ndërtimin e një narrative për mandat të dytë presidencial. Ai rikujton se fushata serbe e shnjohjeve ishte ndalur me marrëveshjen e Washingtonit në vitin 2020. Marrëveshje që vetë Osmani e kishte kundërshtuar atë kohë. Edhe ish diplomati Avni Arifi është i prerë. Pa dokumente, këto deklarata janë sipas tij rrën e kulluar, duke shtuar se në diplomaci nuk ka asgjë konfidenciale që s'mund të publikohet. Deri në ofrimin e provave zyrtare mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për sukses diplomatik apo thjesht për një narrativ politike në prag elektoral.